Jemi kthyer sërish, do vjen flasim për tema shumë diskutuar të Dritan Goxhait, historinë, e cila tashmë është bërë, ka kaluar përtej çdo parashikimi debati mes Ramës dhe Goxhait, lidhur me një dokument të firmosur nga komandant Plaku. Dhe për të folur për këtë zhvillim, kam kënaqësinë të kem profesorin Zhvetin Spahiun. Profesor, kënaqësinë të kem të bisedë, faleminderit që bashkove. Si është imja. Pak më parë të përmendi dhe do të gucati lidhur me termin Kosovar apo shqiptar të Kosovës, Kosovar tha thotë vetëm profesori Zhvetin Spahiu, kështu që po ja lë atij ekskluzivitetin. Ne kishim diskutime këtë gjë, kështu që rikthehemi pak profesor tek ajo letër. Besoj e keni parë letrën apo jo? Po, e kam parë dhe Mendia, ajo dukshme që është një... Profesor, ja ku kemi letrën. Kjo është dokumenti. Tani, si pedagog, dhe njoh shumë i mirë edhe i gjithçkaje, tani më tregoni pak, ky dokument për ju është origjinal apo jo? Jo, është falsifikat. Është falsifikim. Thjesht, shikoni, gjua që është përdorur këtu në këtë, nuk është e një kosovare. Shikoni, sa do edhe njerëzit më shkollë, domethënë në Kosovë, nuk arrin ta flasin gjuhën standarde, domethënë si duhet. Diçka për shembull, unë që kam mësuar kur është bërë standardizimi për herë të dytë i gjuhës shqipe në vitin 1972, kam qenë në klasën e parë fillore. Të shkollës fillore dhe gjua që flet, përkundër faktit që kam jetuar gati 10 vite në Tiranë, dhe kam qenë profesor atje në Universitet Tiranës, dhe kryeredaktor gazete, madje, prapse folura ime është diku në mes të standardet dhe gegnishtës. Nuk është e pasur 100% standarde. Po, edhe e lërë më për shembull aty përdorët të zënë fjala kër. Po, nxjerrim pa dokumentin, afrojmë pak dokumentin, po. Në Kosovë përdorët fjala ker për qerrën, domethënë për karrocën, për qerrën e kjeve dhe kuajve, po përdorët edhe për makinën, për veturat. Fjala ker është, domethënë, ka përdorim të përgjithshëm, por nuk shkruhet në asnjë moment, nuk shkruhet kër. Dhe këtë dikush, domethënë që është përpjekur të flet me gjuhën me të folurën e kosovare. Ai mund të jetë edhe një lapsus pra një gabim apo jo, drejtshkrimor? Jo, nuk mund të jetë, shiko, mund të gabosh për shembull në vend të fjalës në vend të germës ta shkruash e, nga që atëherë makinat e shtypit... Kjo është bërë me kompjuter, dhe nuk e di pra domethënë ato vite, ky kompjuter ku ka qenë? Po dhe, po mendoj në atë kohë, domethënë që të përdorë diku në male, në kompjuteri ka qenë një gjë shumë problematike, zakonisht janë përdorur ato makina të shkrimit. Po, gjithsesi, tani bëhet fjalë, domethënë është bërë një dokument në emër të njeriu që ka vdekur. Domethënë për të mos ta vënë atë në një pozitë domethënë që të flasë një gjallë, sigurisht që do të mund të ndryshe, do të përballonte që të gënjente se po, unë e kam shkruar të dokumente tjerë. Gjithsesi këto e shoh në dritën e fushatës që bëhet kundër një njeriu që doli në ballë të protestave aq masive, çfarë janë protestat në Tiranë dhe e natyrshme që pale që rrezikon të humbë pushtetin, ta sulmoj atë dhe ta angazhojnë njerëz të vetë në Kosovë për ta denigruar figurën e tij. Tani une me Dritan Goxhaj nuk jem takuar asnjëherë, kam marrë pjesë në disa debate televizive kështu. Me Dilaver Goxhën e takuar me teatrin apo as me atë? Jo, as me atë, nuk jem takuar. I cili le të për të nuk ka asnjë diskutim që ka mbajtur edhe postet larta në shtabin e UÇK-s, pra. Po, gjithsesi, shikon, duke marrë parasysh që numri i luftarëve që kanë ardhur për të ndihmuar luftën në Kosovë nga Shqipëria ka qenë tetë i vogël. Nga 3 milion banor të Shqipërisë janë më pak se 100 veta të cilët kanë
ardhur për të luftuar në Kosovë. Dhe vetë fakti që Kam përshtypjen që kjo nuk është i saktë ky numër, profesor, po nuk e kam... Unë pash një listë që domethënë më pak se 100 veta. Lërë të zëmë që janë më shumë se 100 veta, por jo, po gjithsesi nuk bëhet fjalë për mira. Kështu që kjo bën domethënë veprën e tyre të çmueshme, të atyre të cilët kanë marrë. Madje unë kam propozuar kur e bë ligji për veteranët që veteranët të cilët kanë ardhur nga jashtë Kosova, domethënë luftëtarët që kanë ardhur nga Maqedonia, nga Lugina e Preshevës, nga Malizi, nga Shqipëria dhe të huaj që kanë ardhur për të ndihmuar luftën e Kosovës, duhet ta kenë 10 pishin e pensionet çfarë kanë luftëtarët e Kosovës. Sepse 10 fish më shumë se pensioni që merr një veteran nga Kosova duhet ketë dikush që është nga Shqipëria, nga Malizi. Pse? Po, patjetër. Sepse ai së pari numri i tyre gjithsesi është i vogël, por ata kanë treguar një përkushtim për Kosovën, kanë rrezikuar jetën e tyre, madje ka dëshmor. Që është Astrid Suli, pastaj nga Berati, siç është Kavaja. Nga Kavaja, ky së miku emri i Indrit Sara, po, Ustar Kavaja, po. Nga tropoja e tjera. Po, gjithsesi, ata meritojnë, domethënë, një respekt jashtëzakonisht të madh për heroizmin e tyre që kanë treguar, për vetë patriotizmin e tyre. Kështu që në këtë, po mendoj, në këtë aspekt unë nuk e vë dyshim as pak patriotizmin edhe të Dritan Goxhait. Aq më tepër, kurse se nga kush sulmohet. Të zëm, Dritan Goxhai sulmohet nga Bardhyl Mahmuti, një zëdhënës i UÇK-s, i cili nga Zvicra, i cili ka mbledhur fondet për UÇK-n dhe fondet cilat asnjëherë s'është bërë transparent, dhe i cili është i njohur si një shpifsi i madh. Ta zëm, po ky Bardhyl Mahmuti, ta zëm, ka thënë për mua që unë si polic nuk e kam lejuar studentat që të shkojnë të dalin në demonstrata në vitin 1981. Unë lërë që s'kam qenë asnjëherë polic, po në vitin 1981 unë kam qenë në shkollë fillore. S'ka mund të jem, nuk kam qenë një moshë madhore, kam qenë fëmijë akoma, por ati nuk i ka penguar që të bëj shpifje të tilla. Dhe kështu që ato çfarë ai thotë për Dritan Goxhain janë krejtësisht të pabesueshme dhe të bën me kuptu që